Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç lajmërova, tani do të kemi një lidhje virtuale me një poete, Antigona Desku nga Kosova, e cila deri vonë në fakt ka shkruar, por shkrimet e saj kanë qenë anonime. Megjithatë, ajo kohëve të fundit ka vendosur që t'i bëj publike, ta bëj edhe emrin e saj publike, por edhe talentin e saj ta bëj publik. Një gjë që më la përshtypje teksa bisedonim me Antigonën më tregoi që në kohën gjatë luftës së Kosovës, ajo në fakt ka humbur mbi 1200 vepra të saj, shkrime të saj, të cilat janë djegur gjatë kohës së luftës. Megjithatë, kjo nuk e ka ndaluar së shkruari pasioni që ka pasur për poezinë dhe për të shkruar në fakt, ajo e ka bërë që ajo të vazhdoj. Dhe pikërisht për këtë do të flasim me Antigonën për të na treguar pak për rrugtimin e saj, për eksperiencën e saj, për tregimin në fakt kaq të veçantë të saj. Shpresoj se ta kemi Antigonën në linjë. Përshëndetje Antigona, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Ftesë në studio. Përshëndetje, mirë dita dhe mirë si u gjej, nder dhe kënaqësi është dhe njëkohësisht edhe privilegj që unë të jem në mesin tuaj. Faleminderit shumë. Mua më duk shumë interesant në fakt edhe historia jote, sepse ke shkruar pothuajse për vite tashmë, që në moshë shumë të vogël ke shkruajtur, por që deri vonë ke qenë anonime, ndërsa tash emri yt është bërë publik dhe le të themi mund të jesh si një poete e re në thojza, le të themi, që je shfaqur edhe me vëllime të reja, për të cilat në fakt ne do të flasim pas pak, por unë dua të fillojmë nga fillimi, dua ta di krejt historinë tënde, si ke filluar të shkruash, kur ka filluar pasioni për shkrimin apo për poezinë? Unë si nxënëse që isha në shkollën fillore në fshatin tim të lindjes, isha një nxënëse shumë e shkëlqyeshme në sukses, njëkohësisht mësuesja ime ishte një zemër butë, një zemër bujare që mësimet i pasonte me shumë dashuri, saqë unë mburrem edhe sot me atë mësuese, të cilat tani më nuk jeton. Por folë saj një ditë në dha një tim të lirë, në orën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, tha se cilin nga ju keni për ta bërë nga një shkrim çka do qoftë ai, por që të jetë i pa kopjuar. Dhe unë duke menduar, thash të se bëj një në formë poezisë, dhe ku më kujtohet veç si titull, fatkeqësisht, sepse është djegur në luftë, në shtëpinë time të lindjes, në fshatin Shtupel. Aja ishte Lule Vjollca, titulli, veç titull më kujtohet, kur realizoj mësuesja, e lexoj dhe e kishte zakon që neve nxënësave të zellshëm binte dhe na përgdhelte kokën. Sa Antigona, po ta ndëgjosh mësuesen ku më rijet, asnjëherë s'kemi nda poezisë, se pas ke talent për këtë lëmi. Dhe që nga ajo ditë kam krijuar, sa që me bën të ndjem krenare se në faqen e murit të shkollës mbi 2 dekada ka qëndruar poezia ime në faqen e murit, si me cilësorja, që radhiteshin sipas cilësisë, gjithmonë dilte e para, ndërsa ajo që ishte me pak cilësore, hiqej. Kur dilte një më lart kështu, por e imja qëndroi më shumë se 2 dekada, edhe gjatë sezonës luftës, edhe pas luftës, po që ishte edhe 10 vjet para luftës figurante aty. Pastaj kam shkruar kur nuk jam dal. Mbi 1200 decakri ime janë ndjegur në fshatin tim të lindjes, në fshatin Shtupel, ku i fshihja për çdo rast ndonjë kontroll eventuale, që të mos gjinden, sepse aty kishte vargjet e lloj-llojshme, saqë mund të isha shkaktar edhe ndonjë incidenti nga temat nëse i lexonin rastësisht, dhe kjo ishte frika që i fshihja, por kur u nisem, disi ngurova, mboja shpresë të paktën sepse i kishim 2 shtëpi. Shtëpinë e vjetër thoja ndoshta pasi qashtë e vogël ndoshta nuk do ta djegin, dhe i fshiha në shtëpinë e vjetër, por fatkeqësisht u dëgjën që të gjithat. Por mas shumë të ndër gjitha vargjet që i kam humbur, më dhimbën se në ato të shkollës fillore, ku secila shoqë, shok, arsimtar, mësimdhënës që ka qenë, që ka në kontakt me mua personalisht, e ka pas krimin e vet, poezinë e vet, ose tregimin e vet, që asnjëri s'ka qenë i etiketuar me emër, që për çdo rast mos kuptohet kush është personi në fjalë, por unë në bazë ngjarjes e dija se kush është. Ato më janë vargjet që asnjëherë nuk më heket meraku për to. Pastaj vazhdova, kam shkruajtur prap, por më janë djegur edhe gjatë luftës që ai kam shkru, në Pej kam qenë në shtëpinë e hallës së strehume, edhe ato më janë djegur. Ndërsa pas lufte, kur na dëbuan serbët me forcë, ne u strehuam te djemtë e hallës së babit, në Roshbull të Durrësit, ku aty pastaj prap fillova me krijimtarinë, gjatë që nga atëherë kam poezitë e mia. Dhe gjithmonë ata që dinin që unë shkruajmë kërkonin poezi.
Dhe zakonisht u krijoja për çfarë do lloj teme që e kërkonin, por unë gjithmonë i porosit një të lutem, anonim let jetë, se nuk dua që të jem publike, fytyrë publike për arsye se nuk e di se sa rreci më kupton apo nuk më kupton. Kjo ishte brenga ime vetëm, me qenë se isha edhe jetime, i kisha pak atë ndrojtjen, se si themin kur një fëmijë është jetim është pak më i ndrojtur, pak më i strukur, pak më i rrudhur, megjithëse për krahjen e familjes e kisha, por prap frika nga opinioni me shtynte që unë mos jem në publikun e gjerë. Ke pas frikë nga paragjykimet mbase apo? Po, nga paragjykimet kisha frikë, si femër e ndjeja vetin pak sikur pa një krah. Sepse babin tim gjithmonë e kam konsideruar dhe konsideroj që ishte krahi im i djathtë dhe akoma këshillat e tij i mbaj dhe vlen shumë, edhe pse ka vdekur qysh herët. Në moshën 7 vite ca e kam humbur babin në një aksident fatkeqësisht. Ngushëllime. Por kjo më ka faleminderit. Por kjo më ka bërë që unë këshillat e tij t'i mbaj gjithmonë edhe t'i praktikoj, sepse çdo këshill e prindit ose familjarëve ajo gjithmonë është shumë e nevojshme që praktikohet, sepse prindi, sidomos nëna dhe babai dhe gjyshrit janë ata që më së paku ta duan të keqen, gjithmonë ta duan të mirën dhe mundohen që të vlerësojnë edhe të cilësojnë. Ku ndër të tjera kam poezi që i kam kushtuar pasi që kam dalë publikisht edhe babit, sidomos këtë pjesën që më ka pas si pikë dopt, por me datën 17 nëntor të vitit 2023 vendosa dhe dola publikisht në një manifestim kulturor artistik të letrar që është në komunën e Klinës, dhe i këtohet nëntoriada, që para luftës ka qenë, po që nga pas lufta ishte vitit 2023 ku për herë të parë e riformuan, ose me thonë drejten, unë isha dhe paksa ndyshime se tash sa presin mua, ata si poet, si me gjithse i ndiqja, por jo drejt për drejt, virtualisht i ndiqsha, por aty faleminderit, më mbretën shumë mirë, sa që më dhanë aq shumë lavdata për krijimin tim, cilin ishte për rastin e 28 nëntorit, ishte një poezi që etiketoheshin shumë heroj aty dhe beri bujt madhe atë ditë, por fatmirësisht ajo poezi kudo që është plasuar ka pas sukses. Krijimet nuk i ndala, kështu që fal poetit e famshëm Zotit Agim Desku, i cili ma mundsoi dhe ma gjeti një sponsorizuese, cilin e faleminderoj, e cila dëshiron të jetë anonime, është nga Zvicra, nga Italia, dhe e dërgoj gjithë shumën e nevojshme dhe unë tani vëllimin tim të parë, cila është Vargu t'i flas, doli nga botimi, por gjithçka brenda këtij libri është nga data 30 nëntor deri me 11 dhjetor është kompletuar që nga krijimet, redaktimi, lektorimi, recensimi, paqosja dhe publikimi, dalja në dritë e vëllimit tim të parë, e cila është Vargu t'i flas. Po, në fakt një titull shumë interesant për të cilën do të flasim pak, por unë do të të pyes pak sepse ti e përmende këtë pjesën që në kohën e luftës së Kosovës mbi 1200 krijime të tuat, shkrime të tuat janë ndjegur dhe sigurisht ka qenë një periudhë për të gjithë shqiptarët e Kosovës, ka qenë një periudhë shumë e rëndë, shumë e vështirë. Prandaj dua të të pyes pak si e ke përballuar ti, sepse ti në fakt nuk e ndalur së krijuari, edhe në gjatë kohës së luftës ti ke shkruar edhe pse ke qenë në moshë të re, besoj, apo në çfarë moshe ke qenë parafërsisht dhe çfarë të ka shtyrë që të vazhdosh më tej edhe për të krijuar? Mas shumë të për me kriju më ka shty kjo dhimbja për atë dheun që mjerisht Kosova gjithmonë ishte në thundrën e huaj, që dimi okupimet e një pas njeshme që kanë ndodhur, gjë që me të vërtet ndjej keqar dhe për gjithë ata breza që nuk e kanë shijuar lirinë si ne tani që shijojmë, por kjo më shtyri mas shumë diqonë të kontriboj sa do pak, të pak të nëse jo me politikë ose me armë, me shkrime, sa ku që kujtuat një fraze atyre që janë ndjekur, ku ishte një shkrim, nëse zihem ngusht dhe s'kam me shka të luftoj, s'kam armë të luftoj, si ku qedër do të behem, flak nga goja do të nxjerë, me dhem do t'ju hatë, gjallë do t'ju përveloj.
Shumë e bukur në fakt. Dhe më thënë të kjo tek vargu t'i flas, që është vepra jote e parë si person që ke dalë në fakt publikisht edhe e ke botuar këtë, më shumë ka mesazhe le të themi apo janë poezit të cilat i dedikohen pikërisht luftës së Kosovës apo janë të përziera? Janë të përziera, ka tema, çdo lloj teme është, ku mbi të gjitha që kanë lënë përshtypjet e ata që i kanë lexu ose që i kanë dëgjuar nga unë, sepse më hynë për radio që janë përmes Facebookut dhe shpesh është palosi krijimtarin time, ku fatmirësisht ka pas shumë lavdata këtu, kanë bë buj poezia për babin dhe poezia për djalin tim i cili ka shkuar në mërgim, saqë kur e lexoj asnjëherë nuk mundem pa dirë lot, sepse më prek shpirtërisht, por nuk është që prekem veç për vete, po prekem për gjithë ata mërgjimtarë që fatkeqësisht janë të detyruar për një jetë më të mirë, ta lënë vendin që asgjë nuk i kënaq sa vendi vet. Shumë e vërtet, sepse kjo tema e migrimit në fakt të gjithë i prek sado në momentin që lexojnë ndonjë poezi apo ndonjë frazë, sepse të gjithë jemi duke u përballur me migrimin, qoftë ju në Kosovë, qoftë edhe këtu në Maqedoninë e Veriut, ku të rinjt po largohen. Ti ke botuar edhe një tjetër vëllim, një tjetër libër që është Dritë në mes të errësirës. Mund të flasësh pak për këtë, çfarë mesazhi përcjell pikërisht kjo? Temat gjithmonë janë të shumë llojshme, për të gjitha vellimet e mia poetike dhe gjithmonë do të jenë të shumë llojshme, sepse diçka më prek dhuna, sidomos dhuna që femra gjithmonë është e shkelur, e shtypur, e ndrydhur, sado që të themi që kemi përparuar si këmbë, këtu çalojmë shumë, sepse unë jetoj në një fshat rural, ku shoh që jo në familjen time, por shoh dhe kam pa në disa familje që femra është në nënçmuar, sa që edhe nuk guxon të flasë shpretëlishëm dhe kjo më bën që të nxjerr nga vetja ime shumë, ku në mes të tjera që kam edhe një dedikim për femrën, ku ndonjë nga radhët e ardhshme mund ta gjejnë edhe përmes faqes time të Facebookut, si shkrim është, por do ta bëj edhe me zë, ku do ta plasoj në rrjetet e mia sociale, sidomos në Facebook është gjithmonë të parën që është çest në Facebook. Dhe aty është Antigona Sedeska, për ata të cilët janë të interesuar që të shohin edhe më gjerësisht disa nga krijimet e mia. Aty do ta plasoj, por tani e kam shkruar edhe një poezi në gëgnisht që është e para, pardje kam shkruar gjë që kush e ka ndëgju, kam mbetur i manitur dhe kot gjatë ka dashur që ta marr fjalën e të flas, sepse është prekur shumë nga i shkrim. Por nuk do të jetë i fundit që është gëgnisht, sepse do të krijoj, por jo atë sa në gjuhën letrare. Sigurisht, ti do të vazhdosh edhe me krijimet e tua dhe të më tutjeshme. Një tjetër titull në fakt që është Flutura në kafaz, që më duket shumë titull simbolik. A mund ta tregosh pak mbase metaforën që fshihet pas këtij titulli? Çfarë është kjo? Po, këto desha të ndalem me parë te kjo, sepse nuk mundem pa ta cek edhe personi i cili më ndihmoi që vëllimi e imi, Dritë në mes të errësirës, doli fali poetit e famshëm Fazli Ferati, i cili njëkohësisht është edhe profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, që më ndihmoi ku gjithsa i bëri gratis për pas shtëpinë botuese Elena Grafik, e kam paguar kostën që ishte nevojshme për ta plasuar te lexuesit. Ndaj jam e lumtur dhe falenderoj përzemërsisht, njëkohësisht është edhe miku im dhe përkrahasi im i pashoq, ku gjithmonë për çdo gjë më thotë që ke nevojë konsultohemi së bashku dhe mi jep opinione të ndryshme se është mirë apo keq, apo ja vlen ta bëj një gjë që ndoshta unë seri që jam me krijime, mund edhe të mos jem e sigurt ta hedh hapin diku. Sigurisht të duhet edhe mbështetja. DJ duke punuar në një projekt i cili do të shndërrohet në film, por gjithashtu edhe 2 prej poezive tuaja janë përpunuar ose do të përpunohen për të bërë një këngë. Mund na tregosh pak më tepër rreth këtyre 2 projekteve? Po, tash jam duke përgatitur vetë 13 skena i kam përgatitur te një film i cili unë e kam etiketuar ashtu, por më duhet që edhe ta ndrojnë titullin, sepse titulli përshtatet pak më shumë edhe në bazë ngjarjes që do të jetë. Është Trimëria një nene, jam duke krijuar, është ngjarje lufte ku mbi të gjitha ka të bëj disa të ceku, është përleshja e nenës me serbet kur janë bashkëfshatarë të cilët hynë në atë shtëpi dhe ata mundohen që pak a shumë të marrin më të mirë këtë nenën
ndërsa pikë synime kanë që vajzat e tyre të mos jetojnë me si shqiptare, duke munduar që të martohen me to, por fati e do që ushtarët o që ke zvinë dhe i dalin në zot, kështu që një nga luftetarët plagosët let, njeri pak ma lën, ndërsa këta dy serbë që janë njëkohësisht edhe dhunues, që mundohen me pa tjetër ta marrin dhe ta bëjnë të vetën, këta i vrasin, sepse i gjenë pati kur mundohen që ta lëndojnë nënën e këtyre dy vajzës Tringës dhe Teutës, ndërsa do të përfundoj filmi me ngjarjen kur do të fejohet Teuta me një djalë të cilin e dashuron, i cili është në mal dhe letrat cilat ja dërgon Agroni Teutës dhe Teuta Agronit shkojnë përmes familjes së Teutës. Pra do të ketë përsëri në lidhje me luftën e Kosovës, sigurisht, edhe kjo, edhe pjesa e filmit. Edhe pjesa e filmit do të jetë në lufta e Kosovës, ndërsa për vellimin Flutura në Kafaz, këto janë poezitë e mia, cilat i kisha dërguar te një autor, njëkohësisht redaktor i cili ka dhe shtëpinë botuese Art Muza në Rahovec, i cili quhet Hazir Luta, ku faleminderoj që edhe pse ishte një vjetë të sa që i kishte poezitë e mia, nuk e lujti çmimin, sepse çmimet vetë se kishin ndryshuar, por fatmirësisht ai mund tha fjalën e kam dhënë dhe atë fjalën mbaj, ma bëri me atë çmim i cili ishte ashtu siç ishte herën e parë, nuk e ndryshoi dhe faleminderoj sepse ishte në një gjendje të rëndë shëndetësore, por e bëri të pamundurin që atë kohë sa unë kisha dëshirë që ta kem në dorën time, atëherë dhe ai e përgatiti sepse kisha dëshirë, me qenë se djali ishte mërgjimtar dhe ishte aty, kisha dëshirë që promovimin e këtij libri ta bëj gjatë kohës sa ishte djali në pushim. Por faktikisht shumë nga miqët munguan sepse koha e pushimeve është njëjtën kohë për të gjithë. Por prapë faleminderoj që e bëri të pamundurin dhe e erdhe edhe deri te promovimi i librit të tretë. Këto janë poezitë me temat luftës, janë edhe disa persona të cilave u kam kushtuar gjatë qëndrimit tim që isha me alergji e shtruar në spitalin e Durrësit, ku aty me ato mikë të cilat i kam taku, kam kriju për to dhe janë disa këto poezi. Ju a ke dedikuar në fakt dhe poezit? Po, një kopja u kam dhe natyre, një kam mbajtur dhe një kam lënë brenda në spital. Atyre shkrimit. Sigurisht do të vazhdosh, besoj edhe me krijimet e tua dhe ne shpresojmë që të të kemi edhe këtu në studio, në fakt të na sjellësh edhe librat dhe botimet e tua, por të të pyes tash duke qenë se jemi nga fundi, të të pyes shumë shkurt, cilat do të ishte një këshill për të gjithë ato të rinj të cilat kanë talentin për të shkruar, dëshirojnë e kanë pasionin për të shkruar, por që ende nuk e kanë guximin për të dalë publikisht, sepse edhe ti në fakt e ke përjetuar këtë që nuk e ke pasur guximin më herët për të dalë publikisht, por që tashmë ti je me 3 botime të tuat dhe që do vazhdosh sigurisht edhe për të botuar më tej. Cili do të ishte mbase një mesazh apo një këshill për të rinjt? Një mesazh i imi do të ishte se asnjëherë mos ndalen, mos ngurrojnë, sepse frika është ajo e cila na mban peng dhe jemi peng i një frike dhe asgjë tjetër, sepse kur dalim publikisht nuk tjetërsohemi. Jemi pa ata që jemi, vetë se e bëjmë një gjatë mirë, sidomos nëse jemi me shkrime, pa më parasysh pa jemi me romane, me poezi, me tregime, pralla, po çfarë do të qoftë, sepse duhet pasur edhe një gjë parasysh. Leximi në letër është njëkohësisht edhe ushqim për trurin dhe shpirtin. Ndërsa leximi nëpërmes rrjeteve sociale është një kënaqësi çasti dhe jo asgjë, është veç kënaqësi momentale, asgjë më shumë. Ndaj mos ngurroni, sidomos femrave, u them, që ta marrin guximin dhe të ecin përpara, mos shikojnë pas as anash, sepse po shikuan anash dhe pas do të hasin në ndonjë pengesë dhe ndoshta edhe do të stopohen, por ju lutem, sidomos gjinisë femrore që ta marrin jetën e vet në duar dhe të mos ndalojnë asnjëherë për asnjë moment. Shumë mesazhe mirë në fakt dhe unë do t'i bashkangjitem mesazhit tënd sepse pasioni nuk duhet të ndalet në asnjë mënyrë, frika nuk do të jetë ajo që duhet të ndal pasionin, për çfarë do qoftë për të shkruar apo çfarë do qoftë pasioni ajo që të jetë. Antigona, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio. Unë të uroj shumë suksese edhe me botimet tua të ardhshme, me shkrimet tuaja. Sigurisht siç të thash edhe më herët, të presim që të na vish edhe këtu në studio me botimet të reja në fakt edhe që do t'i kesh. Faleminderit shumë edhe një herë që ishe pjesë. Faleminderit, shpresoj që të jem në një të ardhme të afërt. Patjetër. Do të mirpresim brenda në studio, por do të jetë edhe pak më gjatë, ndoshta pak më me figura, me gjitha këto, sepse ndryshe
i rrjeteve online, ndryshe është kur jemi aty në studio. Shumë e vërtet. Pa dëshmëri dhe faleminderit për mundësinë që e dhatë që sonte të jem në radio televizionin Alsat, cilin e përcjellim dhe ndjekim vazhdimisht dhe na bën të ndjehemi krenar. Faleminderit shumë, faleminderit. Mirupafshim. Mesia i të dhëna.